Tregun që ka qenë dikur është vendosur 7500 ishë më sot. Vjen Gjona vetëm ore thonë që do çohet Enver Hoxha nga Vorri, edhe do rregullohet Shqipëria se asnjë s'ka dalë një shqiptar tjetër përveç Enver Hoxhës me boza. Po ai do çohet nga Vorri, edhe do ta bëjë Shqipërinë lule. Më mirë se Londra, më mirë se Moska, më mirë se Tirani, më mirë se Hajvani. Domethënë kush është tjetër Hajvani? Se ti kush është? Nuk është diun, punon që po s'ka ky popull po se rrafe, po se vrave, po se përdhunove, po se mashtrove, po se vare mes Tiranës, nuk bo hajër ky popull. Ramiz Alia i vari, ma men vran ato atje i vari. Kurse këta po i falin, këta po i kalon burgje, tjetër vlla, po vrave, të vrasune, po jo më frit vetën më mirë. Pak më para the që jam dakord me amnistinë, që ti nxjerrin nga burgu. Po ti nxjerrin nga burgu, po sa ti nxjerrin nga burgu do t'i vrasin, se kanë bu vrasje ata. Ç'a ti bëndesh? Ja, më thuj mua. Ti shojmë anë në vende tjera, mendoj una. Ti heqim, edhe se mos bëjmë vrasje këta, të japim ligjin e atyre që mos ketë armë, asnjë i ri, asnjë kështu, vetëm policia shtetit do vllajtem, t'i japim fuqi. Flasim pak për art tani, çka ke bënë ai vepër të bukur tani? Çka ke bënë ai tekst bukur? Sa të këndojnë tash ja të këndojnë një këngë për shkak. Po se para se të shkojmë kjo këngës derisa ta mendosh që ti na kthe përgjigje për këtë pyetje që të bëjun, është më keq është bota apo Shqipëria? Pra kush është më keq si gjendje ku është? Shqipëria është më keq apo bota në tërësi? Motra dhe vëllezër shqiptar. Bravo. Janë bërë dy luftra, ata që kanë tru, duhet kuptojnë që janë bërë dy luftra në shekullin 20. Edhe tash i pritet ketë në luftë janë shtu shumë bota, e kupton? Edhe kjo është problematik. 8 miliardë është edhe po ti vësh re, më vjen keq e them këtë me dhimbje, e them po ti vësh re, mbas luftës njerëzit bëhen dhe më të mirë. Siç u bën për shembull mbas luftës dytë botërore, shqiptarët u bën dhe më të mirë, u bën më bashkëpunues. Po un kam imagjino gjyshi im ka punuar në Argjentinë, Amerikë. Po i bëjnë më të mirë. Ore që thot tjetri, ore shive ky është i vdekur, un jam i gjallë. Po faleminderit o Zot që jam gjallë më vlla, se dhe un do vdesi ditë.